Para do lejo të ndërsh, na nuk kena nevoj të shtomi në ummet dhe vetëm numra. A kemi nevoj që ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të ketë burra. Burra rijalun, la tulihim tijaratun wala bejun anë dhikrillah. Burra të cilën nuk i mahnit as tijareti, as dunjoja, as biznesi, as tregtia nga të përmendit Allahut. Nga falja e namazit, janë shtillat e islamit të dinit Allahut azza wa jall. Nga sa do pretendojnë se janë pasarësit e Abu Bekr Siddiqut, pasarësit e Omerit, Othmanit, Aliut. Ata janë të cilët e shkruajnë historinë e tyre. Ashe jo gru që ja vlen që të martohet me ty, që ju të shkrijoni një familje e cila nglind burra, të cilët ja realizon ëndrën e ummetit dhe ngritjen e khilafetit të premtuar nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në akhir zaman. Allahu azza wa jall e begaton një ummet me ngritjen e khilafetit në menhexhen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E nëse nuk bojmë kësi burra, mos u merakosni dhe mos mendoni se Islami ka me të mrapa. Thot Allahu azza wa jall në Kur'an i Kerim: Ja eyyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Ka thonë, o ju besimtar, nëse juve nuk ju pëlqen ky din, nëse ju jeni neglizhent ndaj dinit Allahut, nëse ju ja ktheni shpinën dinën të Allahut, Allahu do t'ju ndron ju. Allahu azza wa jalla çon koronën dhe na mbledh krejt. Pra ta parashihet që në vitin 2026 gjysma e botës ka me vdek për një murtaje, për një virusi të pritur. A më ndoshta ajo nëziton pak përpara 2023. Na mbledh neve bardhak i umetit dhe i lën vetëm ata të cilët janë të dobishëm të umetit. Dhe Allahu azza wa jalla çon burra të cilët i don Allahu dhe Allahu në doj. Qartë si kanë, janë të mëshirshëm për besimtarët. Me besimtarët jetojnë si me qenë të një trup. Nuk janë që paragjikojnë për ata që kanë iman. Janë të ashpër dhe të rima kundra jo besimtarëve. Luftojnë në rrugën e Allahut dhe nuk i frikën qërtimit të askujt. Këto janë burrat që e mbajnë këtë emanet. Këto janë burrat që e ngritin këtë emanet. Këto janë ato burrat që e ngritin këtë khilafet. A mos androni dhe mos mendoni se ata të cilët i shenjtërojnë gratë dhe pasurinë dhe postin do të jenë prisa dhe ndërtuesa të khilafetit. Rini rahat se me këto burra nuk ndërtohet khilafet. Që kanë thonë njëri prej qifutëve kanë thonë, mos ju frikni muslimanëve se s'ju ven era popull. Frikni ditën kur ata i stërmbushin xhamit e tyre dhe nuk i zonë xhamit e tyre në kohën e sabaut. Janë në kohën e xumës. Ko të shifni musliman se në sabah, aq kallaballëk janë, si ma aq kallaballëk se janë xumë, atëre keni kujdes, për çka se vëlledhë të ndërshëm, janë ata burra të cilët e ndërtojnë atë të cilën ka premtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.